بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Të nderuar të pranishëm në këtë tubim, tani po bëjmë hapjen e këtyre garave madhështore në leximin e Kur'anit. Janë të tilla pra madhështore për faktin se janë gara në librin e Zotit dhe për librin e Tij. Ne si shkollë jemi shumë të privilegjuar dhe falenderojmë Zotin që na dha mundësinë për një organizim të këtij. Ftojmë për një fjalë përshëndetëse drejtorin e Medresesë Mesme Alaudin në Prishtinë, Jakub Efendi Çunafën. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani, والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Nderuari mufti i Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnava, me bashkëpunëtor, nderuari përfaqësues i zyres rajonale të Rabitas, Zotri Abdullah Al-Qari, nderuar drejtori përgjithshëm i arsimit fetar në Turqi, Zotri Nazef Yilmaz, nderuari mushavir, të respektuar efendiler, hoxhallar, prisë institucioneve, të nderuar drejtor të medreseve nga 8 shtetet e Ballkanit që merrni pjesë në këto gara të Kur'anit, të respektuar ju mësimdhënës, bashkëshoqërues të garusve, vëllezër dhe motra, milionin që të gjithëve që përshëndes me Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njëkohësisht do doja që të gjithë juve t'ju uroj mirë të ardhur. Marhaban bikum, hoş geldiniz, dobro nam došli. Mirë se erdhët në medresen e mesme Alaudin, në shkollën tonë dhe tuaje, në këtë ambient të ndritur me prezencën e vëllezërve dhe motrave, nxënësve dhe nxënësve nga vendet e ndryshme të Ballkanit. Pavarësisht se dallojmë nga njëri tjetri, nga gjuha apo etnia, megjithatë në të njëjtën kohë jemi të njëjtë, sepse mbi të gjitha na bashkon besimi në Allahun dhe dashuria e madhe që kemi në zemrat tona për fjalën e Tij, Kur'anin Fisnik. Sonte jam i privilegjuar që të drejtohem kësaj audience dhe t'ju njoftoj se së bashku me ju këto momente do të jenë pjesë e rëndësishme historiku të shkollës sonë, Medresesë Alaudin. Dhe kjo për 2 fakte. Në një, jam mbledhur të rinjit dhe të reja tona, djemtë dhe vajzat, nxënësit tanë më të mirë, të cilët janë e ardhmja e ummetit dhe vendeve tona, mbi supët e të cilëve do të ngarkohen çështje të mëdha, fatet tona e mbase edhe ardhmja e vendeve tona. Dhe në ndë, këta të rinj i kam mbledhur gara në fjalën më të lexuar, më të dëgjuar, më të komentuar në gjithë historinë njerëzore, e që është Kur'ani familjare. Prandaj i përgëzoj të gjithë ta nxënës që përfaqësojnë shkollat e tyre dhe vendet e tyre për gatishmërinë për pjesëmarrje dhe ju uroj suksese në këto gara. Gjithsesi, i këshilloj që krahas leximit dhe nxënjes përmes të Kur'anit, duhet praktikuar edhe mësimet që dalin nga Kur'ani, ashtu siç bëri edhe i dërguari ynë Muhamedi alayhi salam. Siç transmetohet prej Aishës radhiyallahu anha të ketë thënë, morali i tij ishte Kur'ani, apo ishte Kur'ani që este mbi sipërfaqen e tokës. Prandaj, leximi i vazhdueshëm, këmbgulësia, respekti i të gjithëve, përgjegjësia, mirëkuptimi ndaj të gjithëve dhe toleranca, sot ndoshta më shumë se kur ka nevojë të demonstrohen praktikisht nga të rinjët muslimanë. Vetëm të pajisur me këto virtyte do ta përcjellim ashtu siç duhet mesazhin e kërkuar nga mësimet hyjnore. Vëllezër dhe motra, Ballkani ka një histori të lashtë dhe mu në këtë troje për shumë shekuj janë përplasur shumë civilizime
sidomos ai I lindjes dhe I perëndimit. Popujt e këtyre trojeve kanë histori sa të dhimbshme, aq edhe krenare. Ata për shekuj me radhë besuan Zotin një, në Allahun dhe kontribuan shumë për këtë fe. Shumë dietar e ulema nga këto vende I dhanë shumë shkencës në përgjithësi dhe shkencës islame në veçanti. Falpunës së tyre ndërtuan shumë me tepe e medrese, e ku në to mësua edhe leximi I drejtë I Kur'anit dhe nxënja përmendësh I tij. Edhe tani kunimi të tubuan në këtë amfiteatër, edhe pse është koincidencë, por pikërisht sot medreseja jon ka mbushur 68 vjet nga themelimi I saj, duke qenë në shërbim të mësimit të drejtë leximit dhe interpretimit të Kur'anit. Nga kjo shkollë dolën lexues të mirënjohur të Kur'anit. Në këtë vatë shkollore ligjëruan 2 përkthyesit e Kur'anit në shqip, Mulla Sharif Ahmeti dhe Hoxh Hasan Nahi, ndërsa përkthyesi I parë I Kur'anit në gjuhën shqipe, akademik Fetim Ediu, I përket gjeneratës së parë të medresesë së mesme Alaudin. Ata që na mësuan, hoxhët tanë dhe mësuesit tanë, në bankat e medresesë na thoshin se vetëm duke punuar shumë, duke bashkëpunuar ndërmjet vete dhe duke angazhuar për të mirën e shoqërisë, do t'i kryejmë detyrat tona fetare dhe kombëtare dhe kështu Zoti do të ketë razi I kënaqur me ne. Prandaj edhe ky organizim I sugjetëm me këtyre garave të Kur'anit për herë të dytë organizohet nga medreseja Alaudin e Prishtinë nën patronatin e Muftiut Naim Efendi Tërnava. Në këtë nivel duhet të konsiderohet si zbatim e emanetit të hoxhëve tanë, e që përsynim ka avancimin tutje të lidhjeve ndërmjet shkollave tona si mota nga vendet e Ballkanit. Ne të gjithë jemi një familje e madhe dhe me plot bereqet. Andaj me këtë të bëjmë edhe praktikisht po e zbatojmë porosinë e Allahut fuqiplot ku ai ka thënë: "Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan." Bashkëpunoni në punë e mira dhe të devotshmëri e jo në mëkate dhe armiqësi. Të nderuar miq, padyshim se përgjigja pozitive e medreseve si motra nga vendet si Shqipëria, Bosnia, Kroacia, Bullgaria, Malizi dhe Sanxhaku e ka bërë edhe më madhështore këtë garë. Unë e konsideroj se të suksesshëm, madje edhe vetëm këtë takim tonë, takimin e mësimdhënësve dhe njohjen e nxënësve në mesveti, të cilën vijnë nga medreset e ndryshme. Dhe shpresoj se kjo ngjarje është me rëndësi do të jetë e regjistruar tek Allahu fuqiplot si një vepër e mirë. Shpresoj që organizimet dhe takimet e tilla të jenë edhe më të shpeshta ndërmjet medreseve tona, sepse Zoti në Kur'anin Kerim ka thënë: "Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a." Andaj ju besimtar, përpiquni për punë të mira. Fimi I të gjithëve juve është tek Allahu fuqiplot. Dhe po ashtu Allahu në Kur'an ka thënë: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun." Dhe për këtë le të bëjnë gara garuese. Ndërkohë që Muhamedi, pejgamberi Muhamedi ka thënë: "Më I miri prej jush është ai I cili mëson Kur'anin dhe mëson atë të tjerëve." Në fund, dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që kontribuan në organizimin e kësaj ngjarje ngarave të Kur'anit, e në veçanti organizatën e lidhjes së botës islame Rabitan për mbështetjen e pakursyer në organizimin e këtyre garave. Kurse garuesve, ju dëshiroj suksese dhe qëndrim të këndshëm në konakun tonë dhe të tuajin gjatë këtyre 3 ditëve. Lus Allahun Gjellëshanu që të ndihmoj të gjithë që të vazhdojmë të jemi në shërbim të Kur'anit, në shërbim të vendit dhe fesë, në shërbim të mbar ummetit islam, e pse jo edhe gjithë njerëzimit nga lindja e deri në perëndim. Faleminderit, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit drejtorit për këtë fjalë përshëndetëse. Vërtet jemi të nderuar me prezencën e të gjithë juve, mysafir, dhe kjo ceremoni sonte pa ju nuk do ta kishte gjithë të shërbet. Për një fjalë rasti, ftojmë
Mysafirën e nderuar, përfaqësuesin e zyres rajonale të Rabitat al-Alam al-Islami, Zotrin Abdullah Çari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falëndërimi për këtë Allahut, Zotit botëve, salavat dhe selamet qofshin për më të nderuarin e pejgamberëve, për zotrin tonë Muhammedin, për familjen dhe bashkët e tij. I nderuar Hoxh Naim Tërnava, kryetari i Partisë Islam dhe Mufti i Kosovës, të nderuar pranishëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يسعدني ويشرفني Më gëzon dhe më nderon mua që në emrin e organizatës botërore për ndihmë, kujdes dhe për zhvillim, dhe në emrin e organizatës botërore për Kur'an dhe Sunet, dy organizata këto që i përkatësin Ligës së Botës Islame, të marrë pjesë bashkë me këtë plejad dietarësh dhe me këta nxënës të Kur'anit fisnik në punimet e garës së dytë në nxënje përmendsh të Kuranit që organizon Bashkia Islame e Kosovës në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë nga data 1 deri më 3 nëntor 2019. Ju sot po merrni pjesë për të nderuar dhe për të respektuar Kuranin. Prandaj ju përgëzoj me fjalët e Allahut në Kuran, në cilat ai thot, kush i konsideron shenjat e Allahut, kjo bëhet nga takvalloku i zemrave. Dhe ju përgëzoj me fjalën e dërguarit alayhis salam, i cili thot, më i mirë për ju është ai që mëson për vetë Kur'anin dhe u mëson tjetër. Lutim Allahun që ta pranoj prej krejt ne shmundin, dhe që ta shpërblej secilin që ka kontribuar për të qenë e suksesshme kjo garë. Në lejoni që t'ju apërsjell përshëndetjet e sekretarit gjeneral të Ligës së Botës Islame, Muhammed Abdul Karim Isas, i cili ka lutur Zotin që t'ju jap sukses për të shërbyer librit të Allahut. Liga e Botës Islame nuk kursehet as pak që të mbështet organet zyrtare që punojnë për këto gara duke i shërbyer feson të pastër. Në fund, e falenderoj veçanërisht Muftiun për mikpritjen bujare dhe të drejtorin e medresesë dhe gjithë ata që kanë punuar për këto gara. Kam derën që Muftiu të respektuar të dhuroj kopje të kartës së Mekës së nderuar në gjuhën arabe dhe të përkthyer në gjuhën shqipe. Zoti ju shpërblift. Falenderoj Zotrin Abdullah për këto fjalë dhe për mbështetjen e tij për projektin tonë. Të nderuar të pranishëm, mysafir tjetër që në prezencën e tij na ka nderuar të gjithë ne, Bashkinë Islame, medresen, por në veçantë këto gora është drejtori i përgjithshëm për arsim fetar në Ministrinë e Arsimit në Turqi, Zotri Nazif Yilmaz, të cilin gjithashtu e ftojmë për një fjalë rasti. Bismillahirrahmanirrahim. Kosova'mızın İslam İşbirliği, İslam İttihadı, Bashkia Islame e Kosovës, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, Rabitatul Alem İslami ve përfaqësuesi i Rabitas, değerli Zotri Abdullahu, Zotri Genel Müdürü,
drejtori i medresesë mes Alauddin Jakub Çenako Balkan ülkelerinden buraya teşrif eden dhe ata gjithë ata që kanë marrë pjesë nga shtetet e Ballkanit, myftyt e shteteve të Ballkanit, mësuesat, myftit dhe nxënësat që kanë ardhur prej shteteve të Ballkanit. ben biraz Türkçe konuşup sonra da Arapça konuşarak sözlerimi tamamlayacağım inşallah. Ben do të flas në turqisht dhe në gjuhën arabe. Alauddin Medresesi Medrese Alauddin 1951 yılında në vitin 1951 është formuar, është themeluar Ussise alet takva ayeti kelimesine uyacak şekilde është formuar në këtë përmbajtjen e këtij hadithit me një sinqeritet bu dhe melet e saj ka fillu me këtë sinqeritet. Genel Müdür Yakup Bey'in söylediği gibi Ashtu siç ka thënë drejtori i medresës mesme Jakub Bey Zotri Jakupi, İslam-ı Mübine këtë medrese kanë dalë shumë dietarë që kanë shërby fesë islame. özellikle Veçanërisht Balkanlarda din eğitimi ve din hizmetlerinin yürütülmesinde kanë dhënë të madhen për mësimin e fesë islame në Ballkan dhe kjo medrese ka degët e saj në Xhelan dhe në Prizren müesseselerden dhe për këtyre konstitucione prej degëve mësohet feja islame. bu topraklarda devamının sağlanmasında Këtu në për këtë medrese domethënë kanë ndikuar që me mësu feja islame dhe me vazhdu feja islame për të thirrur ezanin në këto vende. Që këto bojnë shërbejnë për fenë islame, shumë shërbime, shumë punë të mira e kryen kjo medrese me degët e saj në Prizren dhe Xhelan. hayırla yad ediyorum. Dhe të gjithë ata që kanë shërbyer këtë dhe kanë ndërruar, Allah i mëshiroft dhe i përqej. Milli Eğitim Bakanlığı ile yani bizimle ve yine Türkiye'mizde Diyanet İşleri Başkanlığımızda çok güzel irtibatları var. Medrese Alauddin ka marrëdhënie shumë të mira me neve, me Ministrinë e Arsimit, me Dianetin dhe na kështu marrëdhëniet tona janë të vazhduar shumë mirë. Biz de kendilerini ziyaret ederek Neve na kanë vazhduar arasında dhe kemi bërë programe të cilat i kemi shërbyer, i kishim shkëmbyer projektet tona. din eğitimiyle ilgili I kena dhënë ilgili trajnime dhe materiale mesafeler alındı. për fe. Bu güzel mesafelerden dolayı ben kendisine teşekkür ederim. Për këtë shërbime e përshëndes Bundan sonraki kısmını drejtorin e medresesë Alauddin. ve ana eşkuru Je falenderoj gjithë, huna cezakumullah. je falenderoj dhe për ftesën që ma keni bërë. Zoti ju shpërblet. Faleminderit për fjalën e Zotit Yılmaz, të nderuar të pranishëm, besojmë se do të kemi kohë të suksesshme dhe të bereqeshme edhe për faktin se këto kohëra po mbohen muajin në të cilin ka lindur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, vitit të rinj të rrugës i Kur'anit. Për një fjalë rasti, pa humbur kohë, ftojmë edhe Muftin e Republikës së Kosovës, Naim Mehmeti Tërnave. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Këndëruar Gjarëvë mësaferin nga Shqipëria, Turqia, Bosna, Bulgaria, Kroacia, Malezi dhe Sanxhaku. Nderuari drejtori zyrës e Renali Rabitës, Abdullah Mahmudullah Pari, të nderuar profesorët të BIK-ut, të nderuar pedagog dhe nxënës të medresesë, nderuar mushafer, të nderuar profesorës të këshillave vendore të Bashkisë Islamit, të nderuar të pranishëm, ju të gjithë që jeni në këtë sallë, me lejen e xhenabit tuaj të gjithëve, përshëndesim edhe prezencën dhe të falenderojmë edhe për mundin që ka dhënë organizimin e këtyre garave drejtorin e medresesë, Zotin Jakub Çenakun, vëllezër e motra, ju të gjithë pranishëm.
kënaqësinë, nderin, respektin e veçantë që sonte në këtë amfiteatër të bukur të medreses Alaudin, në rastin e mbajtjes së garave të dyta të Kur'anit në nivel ballkanik, në emër të Kryesisë së Bashkisë Islame dhe në emrin tim që dëshiroj mirëseardhje dhe qëndrim të këndshëm në këtë objekt, i cili pavarësisht fortunave që e goditin gjatë shekullit që shkoi, dha kontribut shumë të madh në kultivimin e ndjenjes së leximit dhe mësimit përmendsh të Kur'anit. Fjalës së Allahu xhaleshanuhu e mbajti gjallë atë edhe atëherë kur ishte shumë vështirë të mbahej gjatë sistemit të dhunshëm komunisto-ateist. Kjo medrese me personelin e saj dhe ky amfiteatër dhanë shumë për lirinë e vendit tonë dhe bërjen e shtetit. Si i këtil, ajo është edhe mrekulli hyjnore. Përmbajtja dhe stili i tij janë sfiduese deri në ditën e Kiametit. Kjo për shkak se Kurani është libër në të cilin nuk ka dyshim në te. Allahu xhaleshanuhu thot: "Estağfirullah. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا." A nuk përsiaten ata për Kur'anin, që kur ai të mos ishte prej Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie. Nisa, ajeti 82. Kur'anin Allahu xhaleshanuhu e bëri program të përgjithshëm me gjithë përfshirës të jetës sonë. Leximin e tij e bëri adhurim. Me leximin e tij fitojmë shpërblimet më të mëdha e të lloj-llojshme, nëse njeriu qëndron besnik leximit të Kur'anit në vazhdimsi. Dhe jo rastësisht Allahu xhaleshanuhu e fillon në ajetin e parë të shpallës së fundit me fjalën Iqra, lexo. Për të vazhduar e bërë me dije njeriu se është ai i cili njeriu i falë mundësi e veçori, të cilat e veçojnë nga krijesat e tjera, sa ai mësoi ato që nuk diti, sa ai mësoi përdorimin e lapsit, ku Allahu xhaleshanuhu thot: "Estağfirullah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam." Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu për një gjaku të ngjizur. Lexo se Zoti është më ujari, ai që mësoi njeriu të shkruaj me penë. Asesi nuk mund të rëmbëllokojmë të mira dhe shpërblimet të shumta që sjell leximi i Kuranit. E jo në mbetjet të ripërtërijmë dhe rifreskojmë marrëdhëniet tona me librin e Allahut xhaleshanuhu, nëpërmjet leximit i cili në vazhdimsi pastron mendjen, zemrën dhe shpirtin e njeriu. Ruan kënaqësinë në zemrën e besimtarit, e cila fuqizon edhe më shumë për devotshmëri dhe për adhurim ndaj Allahut xhaleshanuhu. Kurani është një fuqi ngjallë në kujtesë, e përsëritshme në mendjen e njeriu. Këtë mundësi Allahu xhaleshanuhu e dhuron atij që e mëson leximin e Kuranit dhe mëson përmendsh atë. Leximi i Kuranit është mirësia dhe ibadeti i adhurimit më i madh me të cilën njeriu musliman e kujton Allahun. Është mrekulli e përjetshme e cila provokon dhe sfidon mendjen e njeriu në vazhdimsi. Sa më shumë të lexohet, aq më shumë shtohet dashuria ndaj tij. Leximi i Kuranit mbush apo ushqen trurin e njeriu. Ky lexim i ofron dashuri dhe ndjenjë gëzimi të vazhdueshme për Zotin xhaleshanuhu dhe për tërë ato që ai ka urdhëruar në raport me jetën dhe universin. Duhet ditur se leximi i Kuranit është edhe mënyra më madhështore për mendjes së Allahut xhaleshanuhu dhe adhurimit ndaj tij, nga sa përmendja e Allahut xhaleshanuhu bëhet në vazhdimsi gjatë leximit të Kuranit. Derisa largimi nga leximi i Kuranit mund të konsiderohet edhe largim nga vetë Kurani. Nisur nga kjo, shohim se Muhamedi alayhis salam ka urdhëruar dhe obliguar shokët e tij që ta shkruanin dhe ta mësonin përmendsh atë që shpallej nga i madhi Zot. Edhe vetë Muhamedi alayhis salam gjatë jetës së tij për të dërguar ishte përkushtuar që çdo ditë të lexonte Kur'an.
Ska dyshim se medreseja mes Malaudin, me leximin dhe mësimin e Kuranit përmendsh është vazhdimësia e shkollës, të cilën e ngriti para 14 shekujsh i dërguar i fundit i Allahut, Muhamedi alayhis salam, dhe shokët e tij, që në kohën e Muhamedit alayhis salam kishte nga sahabët që ishin hafez të Kuranit, por pejgamberi alayhis salam kishte kërkuar nga shokët e tij, madje jo vetëm ta mësonin Kuranin, por ta mësonin edhe të tjerëve. Në begatime të tillë nuk ka se mos i kushtojmë rëndësi edhe ne, muslimanët e këtyre trojeve, që nga ditë kur të parë tanë kanë përqafuar këtë fe, e deri në ditët tona, respekti për Koranin jo që ka munguar, por është rritur vazhdimisht. Jo vetëm përfshirja e tij në kurrikulat mësimore në medrese dhe fakultet, si lëndë kryesore, por dhe angazhimi shtesë duke hapur institute për hifz, duke certifikuar hafizler dhe tash të vitit e fundit edhe duke mbajtur gara për Kuranin, janë dëshmi të këtij respekti dhe shpërbimi ndaj librit të Allahut xhalla shanuhu. Muhamedi alayhis salam thot: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Më i mirë për ju është ai që mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve. Leximi i një shkronje nga Kurani ka vlerën e 10 shpërblimeve. Allahu xhalla shanu shumë fishon shpërblimin për ato që dëshiron, nga se Kurani jep mëshirë dhe këshilla përgjithshme për njerëzimin mbar. Është kryemirëkullia të gjithë mrekullive të mëhershme të pejgamberët e tjerë. Lirësht mund të thuhet se sot nuk ka vend në botë ku jetojnë muslimanët të mos ketë hafez Kuranit. Edhe në trojet tona, krahas për hapjes së Islamit, pa të filluar të mësojë Kuranin me kohë, numri i hafizëve edhe të ne është rritur. Sa më i madh që ishte një vend dhe sa më shumë institucione fetare arsimore që kishte, me i tepe medrese, aq më i madh ishte edhe numri i atyre që mësonin Kuranin. Udhëpërshkruesi i njohur Osman, Evliya Çelebiu, kur ka vizituar vendet tona, ka lënë të vëna për shumë medrese, të cilat kanë qenë të veçanta për mësimin dhe studimin e Kuranit, të njohura si Darul Qurra, si në Prishtinë, Shkup, Berat, Gjirokastër e shumë vende të tjera. Gjatë historisë sonë, në institucionet tona edukative arsimore, duke nisur nga xhamit, me tepet, medreset, në vazhdimsi është kushtuar kujdesi i veçantë mësimit të drejtë, të saktë dhe të bukur të leximit të Kuranit. Në këtë drejtim, ulemaja jonë përveç që ka përgatitur talentet që kanë lexuar mirë Kuranin, kanë nxjerrë edhe hafiz. Tradita e mësimit dhe leximit të drejtë dhe të saktë Kuranit ka ekzistuar të ne në mënyrë të organizuar, institucionale dhe ajo ka vazhduar dhe vazhdon deri më sot. Dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Kjo garanton përveç të tjerash edhe respekti që lexuesve të mirë të Kuranit u ka dhënë shoqëria jonë. Ata kanë një vend të merituar në shoqëri. Prandaj, të dashur nxënës, dhe ju pjesëmarrës të garave, me shumë bindje ju them se ju, si edhe kolegët tuaj në këmbëtës, jeni dëshmi apo provë dhe garancisë hyjnore për vazhdimsinë e leximit të fjalës së Allahut xhalla shanuhu. Ju jeni të privilegjuar nga moshatarët tuaj, sepse krahas mësimeve të shkencave të tjera, ju qysh në rinin tuaj të hershme absorboni në zemra dhe shpirtat tuaj nektarin e pastër të marrë nga leximi e mësimi përmendshëm i Kuranit. Dhe me këtë jetoni e garoni kudo ku gjendeni. Të nderuar vëllezër e motra. Siç u tha, tradita e leximit dhe mësimit të Kuranit në vendet tona është shekullore. Mirë po, duhet thënë që popujt e vendeve tona u përballen me sisteme jo dashamirëse ndaj fesë e besimit. E që si dihet u mbyllën thuajse të gjitha medreset, nuk e dashush dhe godasin e të shuar ndjenjen e besimit. Mirë po me gjithë vështirësitë, presionet dhe propagandën ideologjike me të cilat u përballen shoqëritë tona, nuk ka qenë dorë nga besimi, nuk ka qenë dorë nga Kurani e leximi i tij. Deshi i madh i Zot, edhe ati sistemi i fundit, dhe thani në të gjitha trojet tona, në të gjitha vendet e Ballkanit, janë rikthyer medreset në të cilat mësohet leximi i Kuranit, dhe se rezultati i punës së medreseve në vendet e Ballkanit
Përveç që kemi së parë lexues të devotshëm të Kuranit, kemi edhe studiues të niveleve të ndryshme, por ajo që duhet të theksojmë në këtë rast është nga brezi i ri kemi baza potencial të mjaftueshëm për të organizuar konkurse ngaruese në leximin e Kuranit. Ndaj, edhe unë si mufti i këtyre trojeve, do të angazhohem deri në frymën e fundit për Kuranin. Do të përkrah nisma dhe projekte që kanë të bëjnë me Kuranin. Kam binin e thejtë se në përmes shërbime që i bëjmë Kuranit, ne shërbim vetë vetës, zaten edhe ka thënë pejgamberi alayhis salam. Allahu ngrit disa njerëz me këtë libër dhe ju të tjerët. Në garën tuaj nuk ka humbës. Ju të gjithë jeni fitues. Jo siç ka thënë Muhamedi alayhis salam, për ju jeni miq të Allahut dhe të dallërit e tij. Mua nuk më mbetet tjetër vetëm se ta lusë Allahun xhaleshanuhu, që drita e Kuranit u ndriçoj për herë rrugën deri kur të takoni Allahun. Pa dashur të zgjas më tepër, po duke i uruar shëndet dhe suksese në këto gare, po përmendur e ka jetë, ku Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin ton famlar, ndër tjera në thotë estağfirullah, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dhe në fund fare, me lejoni të them edhe një gjë. Do të isha mos minjas, sikur të mos falenderoj me këtë rast organizatën botërore islame Rabitat Alamul Islam. Sekretari i përgjithshëm të saj, Muhammed bin Abdul Karim bin Abdul Aziz Al Isa, për ndihmën e ofruar, për mbajtjen e këtyre garave dhe për bashkëpunimin e sinqert të vazhdueshëm dhe vëllazëror që ka me Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës. Edhe njëherë, ju uroj shëndet, sukses dhe mbasi, të kaloni qaste të mira në hijen e fjalëve të Allahut xhaleshanuhu. Ju falenderit. Wassalamu alaikum. Para se me përmbyll komplet këtë hapje të këtij programi, të nderuar të pranishëm ftojmë edhe korën e njerëve të medresesë mes Kallën e Prishtinë, që të këndojë një ilahi para përfundimit të këtij manevri. Faleminderit shumë. Yeah.
pishman kur përje, Zotim fali shqipëtar, jam prenare tim bujar, dërsa fene zjodhave, nuk jam pishman kur përje. Kërset pushka për vata, ma bashkon gjit njerëzda, e flamuri është një këmish, që gjithu i ti vantama. Kërset pushka për vata, ma bashkon gjit njerëzda, e flamuri është një këmish, që gjithu i ti vantama. Zotim fali shqipëtar, jam prenare tim bujar, ndërsa fene zjodhave, nuk jam pishman kur përje. Zotim fali shqipëtar, jam prenare tim bujar, ndërsa fene zjodhave, nuk jam pishman kur përje.